Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Debate tensione në parlament për reformën territoriale, Berisha akuzon kryeministrin për shpopullimin e Shqipërisë, opozita bllokon foltoren. Kryeministri Rama thotë se Shqipëria është e para në Ballkanin Perëndimor për performancën mjedisore, protestat për ambientin janë arritje e shoqërisë. Ish presidenti Bamir Topi dëshmon për privatizimin e klubit sportiv Partizani, sipas tij, për pronat vendoste shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura. Projekti Smart City nis punën me monitorimin e 20 shkollave të para në Tiranë, por survejimi me kamera inteligjente do të përfshijë çdo ambient publik. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Parlamenti u përfshi nga debate për reformën territoriale. Berisha tha se Rama synon të vjoj projektin për shpopullimin e mëtejshëm të Shqipërisë, por socialistët sqaruan se raporti është konsultuar gjërësisht dhe do të paraqitet në datën 23 korrik. Gjatë seancës, demokratët bllokuan edhe foltoren duke penguar raportimin e avokatit të popullit. Pas më shumë se 2 javësh, Partia Demokratike i dha fund bojkotit, duke u rikthyer në parlament. Por seanca nuk nisi e qetë. Shkaku bë reforma territoriale, me Partinë Socialiste që kërkon të kapë afatet e korrikut, ndërsa nga ana tjetër Partia Demokratike e cilëson si një projekt shpopullimi. Në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në 2 grupet e ngritura për këto reforma themelore. Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla u shpreh se ikje dhe ardhjet e opozitës, po sillin vetëm vonesa. Megjithatë, ai sqaroi se në seancën e radhës do të prezantohet raporti dhe jo ligji i ndryshuar. Ju e keni parlamentin si shkollnate, vini kur ju teket, ikni kur ju teket, po këtu ka një proces. Sillni ju raportin tuaj, Zoti Mazniku dhe deputetët e Partisë Socialiste të sillin raportin e tyre, dhe gjithë e dim që nuk ka në datë 23 nuk do të ketë një votim. Debatet vijuan dhe mëtej, por kësaj radhe me bllokim të foltores. Raportimi i avokatit të popullit Endri Shabani u kundërshtua nga opozita, të cilët e cilësuan si një person që ka përdorur vullnetin e opozitës për të marrë postin. Prandaj ju lutem, ta largoni nga ambientet e sallës së seancave plenare, sepse nuk kemi nevojë të dëgjojmë një ushtar të Edi Ramës duke u hequr sikur është zgjedhur avokat i popullit. Keni shkelur kushtetutën? Mos dakordësit sollën në ndërprerje të parlamentit 2 herë. 5 minuta pushim derisa të lirohet foltorja. Në fund, për shkak të debateve, me votet e mazhorancës, u vendos që pjesa e mbetur e rendit të ditës t'i kalonte seancës së 23 korrikut. Më herët gjatë ditës përpara nisjes së seancës, deputetët u pritën me protesta nga një grup qytetarësh. Shqipëria është e para në Ballkanin Perëndimor për performancën mjedisore. Duke u referuar të dhonave ndërkombëtare, kryeministri Rama vuri në dukje se vendi ynë shënoi progresin më të madh në rajon në 10 vitet e fundit. Edhe protestat për ambientin, sipas tij, janë një arritje për shoqërinë. Pretendimet e protestuesve se qeveria nuk i kushton vëmendje mjedisit për kryeministrin Edi Rama nuk qëndrojnë. Në një video mesazh në rrjetet sociale, kreu i qeverisë i u referua raportit të vitit 2026 të Environmental Performance Index, ku vendi ynë renditet i pari në Ballkanin Perëndimor. Realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit.
Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Teksa pranoi se ka ende nevojë për përmirësime, Rama tha se pavarësisht të egzagerimeve dhe akuzave politike që sipas tij kanë shoqëruar, tubimet tregojnë se shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kryeministri shtoi se reflektimi nga ana e qeverisë, pas protestave të javëve të fundit, është i domosdoshëm dhe se do të bëhet publik së shpejti. Gjykata kushtetuese sipas kreu demokrat Sali Berisha është kthyer në noter të akteve të qeverisë. Si shembull, Berisha solli kërkesën për masën e sigurisë ndaj tij, e cila ka 11 muaj që është depozituar dhe nuk po shqyrtohet. Lideri demokrat Sali Berisha pas paraqitjes në SPAK hodhi akuza ndaj gjykatës kushtetuese që sipas tij qëllimisht nuk ka marrë në shqyrtim masën e tij të sigurisë. Ajo gjykatë që është një notere e turpshme, them kështu, e akteve kriminale të qeverisë shqiptare, ajo gjykatë që shqyrton brenda një muaj kërkesën e Lubi Ballukut, shtyn shqyrtimin e kërkesës time për në tetor. Nga ana tjetër ai komentoi të ashtu quajturin takim i Arubës. U betuar në kushtetut dhe jo në Bibël. Sepse ky është një personazh kompleks. Ky për kushtetut e ka si një prostitut politike. Kushtetutën nuk e ka asgjë. Lidhur me Arubën është figuron emri i Angel Agachit, Ergjys Agasit dhe i Damjanit që thot betohem. Sali Berisha dhe Jamar Bërmalltezi, dhëndri i tij bashkëpandehur në këtë proces me 2 biznesmenë e një notere, dyshohet se kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet se ka bërë dhe pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani. SPAK thotë se kjo vendimarrje i atribuohet Sali Berishës kur shërbente si kryeministër i vendit. Ish presidenti Bamir Topi dëshmoi këtë të hënë në procesin gjyqësor për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. Ai mohoi të ketë patur presione nga ish kryeministri Berisha, ndërsa sqaroi se për pronat e ushtrisë vendoste shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura. Pyetjes nëse është vënë nën presion nga Sali Berisha apo Jamar Bërmalltezi, presidenti i periudhës 2007-2012, Bamir Topi, ju përgjigj prerazi, kur. Ai dëshmoi në procesin Partizani për rreth 30 minuta, ndërsa në thelb të deklaratës ishte sqarimi se roli i presidentit është vetëm juridik dhe jo analitik. Kjo do të thotë sipas tij se ai nuk kishte për detyrë ta shikonte a ishte konform ligjit procesi i planit të përhapjes apo jo. Përgatitja bëhej nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura në Ministrinë të Mbrojtjes ta Topi, ndërsa presidentit i mbetej vetëm të firmoste. Sapo kalonte të gjitha hallkat, ai nënshkruhej në zyrën e presidentit. Një pronë që del nga plani i përhapjes del si pronë shtetërore prap. Pastaj ajo pronë mund të qëndrojë shtetërore në rast se doni mendimin tim, apo jo. Po mendimi është konform ligjit. Mund të jetë pronë shtetërore të qëndrojë, ku atje mund vendoset një aktivitet i shtetit, mund të transferohet si pronë publike tek bashkia, ke pushteti vendor, sipas ligjit të decentralizimit. Dhe treta mund të futet në rrugën e privatizimit, dhe të trija këto rrugë janë të ligjshme. Se si bëhet pastaj, sigurisht nuk është çështje ime. I pyetur nga mediat për një qëndrim të tij nëse klubi Partizani do duhet kishte dalë apo jo nga plani i përhapjes, Topi përgjigjet. Duhet të më mirë kuptoni, kjo është një çështje në gjykim. Në gjykim. Mendimet pasaj janë mendime personale e individuale, një opinion. Unë nuk mund të them. Është një proces në gjykim. Tani unë nuk mund dalë këtu të jap deklarata të natyrës politike të paragjykoj. Këtë se paragjykoj dot.
Nuk e paragjykoj. Pritet që dëshminë e tij ta japë edhe ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, si dhe të tjerë anëtarë të kabinetit të atëhershëm qeveritar. Seanca e radhës do të jetë në datën 14 shtator. Kjo e hënë shënon ditën e 51 të protestës kundër qeverisë. Qytetarët e parë po mblidhen në këto momente në sheshin Skënderbej, nga ku më pas do të zhvendosen drejt kryeministrisë. Thirrjet e tyre mbeten të njëjta: largimi i kryeministrit Rama si dhe rrëzimi i ligjeve që lidhen me investitorët strategjik dhe zonat e mbrojtura. Protestuesit do të kryen edhe marshimin e përnatshëm në rrugët kryesore të Tiranës. Qindra kamera inteligjente po monitoroj 20 shkollat e para në Tiranë, por projekti Smart City do të shtrihet në çdo ambient publik. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme sqaruan për Vision Plus se ky sistem i rivëzhgimi garanton zbulimin në kohë reale të shkeljeve apo krimeve të ndryshme dhe forcon sigurinë publike. Kjo është salla operative projektit Smart City, zemra e teknologjisë që do të monitoroj pjesën më të madhe të vendit. Nën funksion të saj do të vendosen mijëra kamera inteligjente, të cilat do të fiksojnë krime të ndryshme, nga krime të rënda, automjete të cilat janë shpallur në kërkim, shkelje të ndryshme të qarkullimit rrugor, si dhe vepra të tjera penale të cilat rrezikojnë ose cënojnë sigurinë publike. Kamera Vision Plus është futur brenda sallës operative të Smart City. Këto ekrane bëjnë monitorimin në kohë reale të shkollave ku janë instaluar kamerat e teknologjisë së fundit. Shkollat e përzgjedhura do të jenë në monitorim të rrept, sidomos gjatë orarëve të mësimit, për të parandaluar çdo situatë që mund të krijohet mes nxënësve apo personave të tjerë. 20 shkolla në Tiranë janë përzgjedhur për të integruar me sistemin e smart të monitorimit të këtyre shkollave. Janë 20 shkolla me nga 30 kamera secilat të vendosura për qëllimin e monitorimit të aktiviteteve të cilat ndodhin në ambientet e përbashkëta të shkollave, siç janë korridoret, hapësirat e përbashkëta apo perimetri i sigurisë. Alarmi kuq jepet menjëherë sapo identifikohet një konflikt i mundshëm, duke treguar në kohë reale me pamje të fiksuara dhe armë të ftohta apo sende të kundërligjshme që mund të përdoren nga autorët. Në momentin kur do të ketë një konflikt të mundshëm mes nxënësve, apo do ketë një mjet prerës apo një thik apo diçka tjetër, sistemi automatikisht do të alertojë me ngjyrë të kuqe sallën e kontrollit. Ata do të bëjnë njoftimin si fillim të oficerit të sigurisë në shkollë, të drejtorit të shkollës. Më pas do duhet të njoftoj patrullën që mund të jetë më afër shkollës. Tashmë do kemi sigurinë maksimale që ne të parandalojmë këtë ngjarje që në momentin e parë që ajo shfaqet. Jo vetëm në shkolla, por ky projekt pritet të shtrihet në pjesën më të madhe të vendit, duke monitoruar çdo aks rrugor, shesh apo vend publik. Projekti është i shtrirë në 12 drejtoritë vendore të policisë së shtetit, në 24 bashki, ku do të instalohen më shumë se 5.000 kamera, të cilat nënkuptojnë jo vetëm radar inteligjent për sigurinë rrugore, por edhe kamera të inkorporuara në trupin e policisë së shtetit, apo sensor për ndotjen akustike. Kështu që është një projekt në tërësi, i cili do të sjellë pas një diskutim më shumë siguri publike për gjithë qytetarët. Smart City pritet që të vinë ndihmë policisë në ngjarje të rënda të vrasjeve, duke treguar momentin e krimit apo rrugët që kanë ndjekur autoret, por jo vetëm kaq, por edhe për sigurinë rrugore, pasi çdo targ problematike do të raportohet. Në të njëjtën kohë, sistemi sinjalizon shkeljet e kodit rrugor, si përdorimi i celularit, parakalimet e gabuara, rripi i sigurimit apo tejkalimi i shpejtësisë. Një 52 vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi u kap duke transportuar granata luftarake, tritol dhe kapsolla detonator që dyshohet se do t'i shiste. Arrestimi i trafikantit Petrit Çeça u bë gjatë operacionit policor të koduar me emrin Porosia. Gjatë kontrollit, policia gjeti 2 granata dore, 600 gram tritol, një pjesë të cilit ishte përgatitur për shpërthim, si dhe 6 kapsolla detonator. 52 vjeçari banues në Fushkruj rezulton me precedent penal edhe po hetohet edhe për lidhje me persona të tjerë të dyshuar për trafik armësh dhe municionesh. Babe Birë të akuzuar për plagosjen e një qytetari në poliklinikën e Shkodrës u la në arrest shtëpie. Gjykata mori parasysh faktin se autori 18 vjeçar vua nga problemet shëndetësore e po ashtuaj shfaqi pendes për ngjarjen.
Gjykata e Shkodrës i la në arrest shtëpie 18-vjeçarin Arvin Fregjaj dhe babain e tij, Agron Mehmeti, të përfshirë në konfliktin e 16 korrikut në Poliklinikën e Shkodrës ku mbeti i plagosur Vidan Kepëca. Në seancën gjyqësore të kryesuar nga gjyqtarja Arta Lazani, organi akuzës i përfaqësuar nga prokurori Ndreqim Halilaj kërkoi zbutje të masës për të riun që sapo ka mbushur 18 vjeç për shkak të problemeve shëndetësore që ai ka. Si provë është paraqitur kartela mjekësore e tij, ndërkohë që në seancë babë birë kanë shfaqur pendes për ngjarjen. Ata kanë deklaruar se konflikti ka ardhur në kushtet e një përplasjeje të çastit dhe gjak nxehtësisë, pasi nuk kanë patur më herët asnjë njohje me të plagosurin. Duke qenë se i riu ka probleme shëndetësore, avokati mbrojtës Bruno Pepa kërkoi të njëjtën masë edhe për babain, që të kujdeset për të. Nga hetimet paraprake, sipas mbrojtjes, nuk është provuar se i riu ka pasur thik gjatë konfliktit. Duke u bazuar në provat e paraqitura dhe qëndrimin e të pandehurve, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për të dy, edhe pse akuza që rëndon mbi ta deri në përfundim të hetimeve mbetet vrasja me dashje, mbetur në tentativë. Me të njëjtën masë sigurie u la edhe Arben Kepëca, vëllai i të plagosurit, i cili akuzohet për veprën penale të armbajtjes pa leje, pasi u arrestua me një pistolet pas ngjarjes. Një vatër e madhe zjarri u shfaqur në masivin pyjor në fushën e Iballës në Fusharës, duke shkëmbuar një sipërfaqe të konsiderueshme. Për shkak të terrenit malor, forcat zjarrfikse të Fusharësit nuk mundën të arrijnë deri te vatra e zjarrit. Nga ana tjetër, banorët e zonës së bashku me punonjësit e shërbimit pyjor filluan përpjekje gjatë gjithë natës për të frenuar përhapjen e flakëve, duke përdorur mjetet rrethanore. Pak orë më vonë, një helikopter është përfshirë në aksion duke hedhur ujë nga ajri. Autoritetet dyshojnë se bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme. Një aksident i rënd ndodhi paraditën e kësaj të hënë në rrugën e Kombit në segmentin Milot Roshen pranë Rubikut. Një automjet është përplasur me një kamion e si përpasoi 4 persona, antar të një familje nga Kosova, mbetën të plagosur. Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore. Ndërkohë, një tjetër aksident ndodhi në orët e pasdites në afërsi të qytetit të Gramshit. Një automjet doli nga rruga si pasojë e shpejtësisë së lartë, duke shkaktuar plagosjen e shoferit dhe një pasagjeri. Fëmijët me aftësi të kufizuara marrin tashmë dyfishin e pagesës mujore që përfitonin deri një muaj më parë. Kjo sipas kryeministrit Rama tregon se qeveria nuk është jashtë realitetit, por përpiqet të bëjë më shumë për shtresat në nevojë. Qeveria thot se po merr në konsiderat kërkesat që vijnë nga qytetarët. Sipas kryeministrit Edi Rama, një nga masat e fundit është dyfishimi i pagesës mujore për fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët prej një korrikut marrin 11.400 lekë në muaj, nga 5.700 që ishte më parë. Ta kuptojnë të gjithë që ne nuk jemi jashtë realitetit, nuk jemi asnjëherë të pavëmendshëm për kërkesat e vazhdueshme që vijnë nga grupet shoqërore dhe jemi këtu për të bërë më shumë edhe jo për të fjetur mbi dafinat e arritjeve apo të sukseseve që janë të pamohueshme në shumë drejtime. Rreth 11.000 fëmijë përfitojnë nga kjo rritje. Qeveria po shqyrton gjithashtu mundësinë që dhe kjo pagesë të indeksohet çdo vit. Të shikojmë mundësinë edhe të indeksimit që domethënë siç bëjmë indeksimin e pensioneve, të bëjmë dhe indeksimin e ndihmës për fëmijët me aftësi të veçanta në mënyrë që mos të goditeni nga inflacioni. Përveç rritjes së pagesës mujore, prindërve ose kujdestarëve të këtyre fëmijëve do të paguhen nga buxheti i shtetit dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.